Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Shqipëri në këtë fund korriku që po shkojmë me tensione. Situata është agravuar sot para parlamentit, është hera e tretë që protestuesit janë të vendosur atje për të protestuar gjatë kohës që ka pasur seanca. Edhe sot mja si 2 herë të para shoqëruar me tensione. Protestuesit kanë qelluar me vezë drejt policisë në momentin ku kanë hyrë deputetët, ndërkohë që policia është përgjigjur me ujë me presion edhe me spray lotësjedhës për t'i larguar. Disa janë shoqëruar, por ka pasur të lënduar nga policia dhe nga protestuesit. Megjithatë, situata vazhdon të jetë e tensionuar aty. Ne për atë që po ndodh sot në parlament, në mbyllje të këtij sesioni ku ka mbetur edhe një seancë, por edhe të protestës, që do të vazhdojë në këtë fund korriku dhe fillim gushti përpara vjeshtës. Kemi të ftuar zonin Rita Faj, i cili jeton dhe punon në Gjermani prej shumë vitesh, i student i dhjetorit. Megjithatë, lidhjet në Shqipëri nuk i ka shkëputur asnjëherë, ai është aktivist i diasporës atje, pra duke qenë pjesë edhe e disa protestave si atje, por edhe në Tiranë ku ka ardhur edhe ka mbajtur edhe fjalimin e tij në protestë e diasporës e dyta që u zhvillua pak javë më parë. Zoti Tafaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë jeta. Mirë se erdhët në këtë bashkëbisedim online. Zoti Tafaj, si do shkoj fati kësaj proteste? Edhe pse mendoni që gjithmonë sa herë ka zhvendoset para parlamentit, aty ka dhunë dhe tensione, ndryshe nga ajo që i mësuar të shikojmë prej 54 ditësh para kryeministrisë, ku nuk ka pasur tensione. Në radhë po në përshëndes protestën dhe jam shumë për protestës, pasi ky është një produkt i një pakënaqësie mbar shqiptare në të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare, kështu që është mënyra e duhur për të protestuar, por unë jam për protestë paqësore, për rezistencë paqësore. Në bulevard nuk ka patur dhunë deri tani, por kontakti duke parë që politika, qeveria, parlamenti nuk po reagon ndaj kërkesave të protestuesve, sigurisht që kontakti më i afërt është përpara parlamentit. Është pak e rrezikshme kjo që thjesht duke kthyer në rutinë, që duke vajtur përpara parlamentit çdo të martë ose të njëjtë kur ka seancë parlamentare, për arsye se ekziston rreziku e të kthyer në rutinë, që shkojmë protestojmë, na godasin, i godasim dhe ikim, pastaj shkojnë në rajon policisë, shkojnë avokatët, aktivistët e shoqërisë civile, shkojnë në rajon e policie, edhe nuk fillohet çështje penale ndaj asnjëri, kështu që kjo rutina nuk është shenjë e mirë, sigurisht edhe dhuna nuk është shenjë e mirë. Për mendimin tim, protesta duhet të jep të qënditët e para efektin e saj, duke qenë mirë organizuar, mirë menduar përpara, e strukturuar, duke patur qëllime dhe rrugë të qarta. E di që shumë që drejtojnë protestat, shumë thonë që janë drejtues protestës, ka dhe disa grupe që drejtojnë protestën dhe çështja shqiptare është kjo që secili është drejtuesi dhe ka sakrifikuar, ka dhënë djersën, ka dhënë mishin, gjakun dhe i takon ta drejtojë protestën. Kemi parë dhe konferencën kombëtare mbar qytetare të organizuar, e cila është një pjesë, një fraksion, një pjesë e drejtuesve të tjerë. Dhe me që kësaj proteste i mungon një komitet drejtues gjithëpërfshirës, sigurisht nuk do kishte rrugë tjetër përveç kësaj si po shkon. Ekziston rreziku që të kthehet në dhunë për arsye se numri pjesëmarrësve po bie, është normale që njëri nuk shkojë çdo natë në protestë sepse ka familje, ka detyrime, ka jetën e tij private. Dhe ekziston edhe kjo për shkak të pushimeve të vetes, që njerëzit duhet të largohen të bëjnë pushime dhe besoj që do të shkojë drejt të radikalizimit ose drejt shurjes, sepse numër shumë i madh i pjesëmarrësve nuk është se pritet në ditën e vijim. Pra ju thoni që është fakti që ka një kurrje, prandaj po shkon drejt radikalizimit? Ky mund të jetë një nga shkaqet. Radikalizimit me që qeveria nuk reagon, mënyra nuk është se deputetët dalin të kontaktojnë me
me protestuesit, as politika nuk kontakton, thjesht I kanë injoruar dhe protestuesit ndjehen të injoruar, mungesa e kontaktit, mungesa e kompromisit e propozimeve. Ajo që kërkon Edi Rama që më silli 20 vjet që të komunikoj me to është një përpjekje e pashpresë e tij që them si 20 vjet sepse ka eksperiencë në studentët që përçan studentët, kështu që do 20 sepse 20 I përçan, ndërsa po thoshim si në 2 vjet do ishte shumë binse ose një njeri ose 40 vjet. Për do të ky komplet ose shkonte Rama tek komiteti drejtues I protestës, nëse do të kishte një komitet unik. Ju thoni që pa shpresë të Rama, por më pa shpresë është Rama tani që nuk po lëviz nga Istikami apo protesta që sipas jush po shkon drejt Kurrjes? Protesta mund shkoj drejt Kurrjes për një fazë të caktuar, por nuk do shkoj drejt Shurës, sepse pakënaqësia ekziston edhe nëse protestuesit, numri protestues të kurrën, qëllimi mbetet I njëjtë. Qytetarët mbeten pas zgjidhje, kështu që besoj që protesta do vazhdojë. Në këtë rast populli nuk do bie, është sigurt që do bie Rama, sepse populli nuk ka nga shkoj, populli do dalë në protestë dhe pret që të bie Rama. Mendoj që me kalimin e kohë të vjavëve, Rama do dobësohet, edhe mund të ikë nga Shqipëria, nuk përjashtohet rasti mund të ikë nga Shqipëria, nuk përjashtohet edhe mundësia që mund ta ratisë toni? Besoj që mund të ndodhë kjo, besoj mund ta ketë përgatitur ikjen, mund të dihet dhe shteti se ku do shkojë. Por që të rrinë në Shqipëri me që e vjen këtë skenar? Ideja është mbar shqiptare, po nuk është se kam fakte konkrete dhe nuk dua të flas që thjesht për. Po ti mundet që me që jemi në diskutim të jetë ky version që nuk përjashtohet sipas mendimit tuaj për një ratisje, kur gjërat duket sikur janë në planin e atij, sepse protesta nuk ka atë numër që ka pasur, po shkon në akte ka pasur përplasje tensione, ndoshta aty ku e do qeveria për të thënë që ja kush janë këta. Pra s'ka që bëj atyre paqësore, po këtyre kur ka dhun mund të shkojnë në favorin e saj. Dhe me një opozitë që nuk është alternativë për ta në pushtet, dus që edhe nëse do ishte ky rrezik, atëherë ai mund të zgjidhte versionin tjetër, ta çonte vendin zgjedhjet parakoshme, thoshte urdo garoni. Opozita është ajo që ka qenë, kurse protesta nuk ka një lëvizje që të garojë, të futet në proces. Apo jo? Po, se të kurrë protesta nuk do të thotë që bie kauza. Kauza qëndron, problemet qëndrojnë, duan zgjidhje dhe do të gjejmë se kush do jap të zgjidhje. Rama nuk besoj të jetë në gjendje të japë zgjidhjen dhe ky është dhe shkaku sepse shqiptarët kërkojnë që të ikë Rama. Thjesht për ta cilësuar ndoshta pak më saktë, njerëzit nuk thonë që të ikë Partia Socialiste, të ikin socialistët, sepse në fund ne njohim të sistemin parlamentar. Ne njohim shtetin ligjor, kështu që për momentin është Partia Socialiste pushtet. Këtë protestë nuk kërkojnë, atë thonë që ikë Rama. Mirë po dihet që po iku Rama shembet komplet kalaja. Kështu që po ura Rama bien shumica e deputetëve edhe parlamentarëve, të cilët mbase jo rastisht do të përfundojnë në SPAK për arsye se ka shumë akuza dhe besoj që Rama duhet të ikë sepse me Rama nuk ka zgjidhje, po dinte që Rama të bënte zgjidhje do kishte bërë ka kohë, por ka vite që është pushtet e Rama kështu ditë punoi, kështu ditë vjedh, kështu ditë bëj, nuk është se ditë për ndryshe. Nuk është se kam mësuar nga të kaluara ku ishte në pozitë, premtoi shumë gjëra, por bëri një gjë ato gabime që bëri qeveria e dikushme dhe në fundit është I brengosur me mentalitetin shqiptar, me këtë kulturë të udhëheqjes së vendit, me kulturë politike, me kulturë të vjedhurit të votas, në thënë të vërtetë, mungesën e transparencës, edhe shumë gjëra të tjera që mbase nuk kemi kohë të përmendim gjithë këtë emision shkurtër. Zoti Tafaj, kur ju thoni që Rama mund ta ratiset, më shumë ka frikë nga SPAK-u apo ka frikë nga protesta që mund ta shtypte? Rrugë tjetër, edhe nga protesta do të shkaku që po I bën presion. Nëpërmjet këtij proteste po I bën SPAK-u, indirekt një presion faktikisht, por dhe Rama duhet të përfundojë SPAK sepse nuk ka rrugë, që SPAK-u është për shtet ligjor. Rama ju ka zënë rrugë, domethënë ato nuk mund të fshihen pas gishtit që thonë që Rama nuk shikojnë pjesa tjetër e qeverisë, por qeveria ka vjedhur, por Rama jo. Kështu përdesë Rama ka disa dënëncime dhe SPAK-u Prokuria e posaçme nuk reagon, topin e ka rrugë prokuria e posaçme, kështu që nuk është faji Ramës sepse shkon burg, është faji SPAK-ut faktikisht sepse nuk ka guximin të hap hetim, të kërkoj prap shteti. Kjo është çështja e sistemit, kjo është detyra e tij që të rikërkoj prap.
arrestimin e Belinda Ballukut dhe nëse bëm 2-3 herë unë po të ishte drejtuesi SPAK-ut do bëja disa herë që në fundit duhet bëj detyrë, nuk